Vuani nga pagjumësia, pini një gotë nga kjo para gjumit dhe I thoni lam të mirë. Banania është një frut mjaft I preferuar nga të gjithë I cili ofron një sër dobish për shëndetin. Pikë së pari lehtëson problemet e tensionit dhe shërben si një furnizues me energji, por ashtu është një produkt shumë I mirë edhe çaji I saj që stimulon gjumin. Kështu që të gjithë ata persona që kanë vështirësi për të fjetur ose zgjohen disa herë gjatë natës mund të provojnë një çaj të tillë. Mjafton që një banane të ndahet në 3 dhe 4 pjesë dhe të vendoset në ujë për të zgjerë për afro 10 minuta. Mëtej lëngu I përfituar pihet si çaj, rreth 2 orë përpara se të bini për të fjetur. Pasi ta keni provuar nuk do t'i hiqni dorë nga kjo praktikë. Banania është një nga frutat më të mirë ushqyes, por gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të pagjumësisë. Gjithashtu mund të konsumoni edhe lëngun e qershive për të përmirësuar edhe vitalitetin tuaj dhe për të sjellë një gjumë më cilësor.